Të dashur miq, ja kemi sërish së bashku dhe kam këtu në studio një ish kolegun ton, por ama një mik që do të mbetet gjithmonë mik i imi dhe i televizionit ton, bëhet fjalë për Fatoz Grubin, i cili sot nuk do jetë në rolin e moderatorit siç ishte në herën e fundit kur ishte mysafir tek unë, por si autori një libër shumë të ndjer për të, një libër i cili është dedikim për nënën e tij të ndjer. Faleminderit që je pjesë e studios ton në këtë formë sot, Fatoz. Faleminderit për ftesën, Algjira, është gjithmonë bukur të jem në këtë studio, i rrethuar me mysafir, në fakt me miqt e mi të Elsatit. Herën e parë dhe të fundit që kemi realizuar një intervistë së bashku ka qenë fillimi i sezonit televiziv, kur ti ishe pjesë e televizionit ton, që na mungon shumë tani, duhet thënë. Çfarë ka ndryshuar që atëherë? Si ka qenë energjia në ajër deri më sot, sepse kanë kaluar disa muaj? Po, dhe me thënë, kaloi Stina e Dimrit, duke mos qenë unë pjesë e Elsatit në rolin në të cilin isha, por ja që kam pasur mundësi të vje dhe të flasë për temat të ndryshme, ndërsa në bisedën tonë të parë që e kishim, biseduam gjithashtu edhe për librin i cili më në fund u realizua, edhe prandaj nuk kisha një ide më të mirë se sa të vi tek energjia edhe të tregoj ty edhe të flasim më shumë për këtë libër, për të cilin ta kam përmendur edhe më parë. Që në momentin e parë kur ma ke përmendur këtë libër, unë si dikush që të bashkëndjej në këtë humbje dhe kemi ato dëshirat e njëjta, sepse edhe në planet e mia, ndoshta jo të afërta, por ndonjëherë që do të ndodhesh po ashtu një libër, dhe ku ka më bukur se sa të shprehësh ndjenjat në lapse letër. Kështu që besoj se ka qenë një realizim mjaft i ndjer për ty. Po, ka qenë një realizim shumë afër zemrës time, edhe nuk e kam ditur se cila është mënyra se me çfarë ndjeshmërie ta bëj këtë dhe duke qenë se është një libër shumë personal për mua, desha të sigurohem që çdo gjë është, çdo edhe detali i fundit është i përsosur dhe diçka që do ta bënte krenare në nënën time, prandaj ndoshta edhe zgjati kaq shumë se ka gjurmë që e kam përmendur këtë libër prej 3 viteve, megjithatë erdhi dhe momenti të realizohet edhe mund të them që doli aq bukur sa që ka të kaluar edhe pritshmëritë e mia. Nuk e di nëse mund të jem objektiv në këtë rast, megjithatë prej nga kopertina e cila përfshin një fotografi të saj, prej vetë dizajnit titullit që është dorëshkrimi i saj, e deri tek poezitë më ka fundi i librit, të cilat janë dedikuar mamit tim, si dhe procesit të arritjes deri tek pranimi i një realiteti ku ajo nuk është më këtu fizikisht, megjithatë dashuria, prezenca e saj dhe kujtimet e saja ndjehen dhe shihen gjithkund. Dhe kjo besoj se nuk do ndryshoj asnjëherë. Do doja që të kap të gjitha këto aspekte të cilat i përmende një e nga një. Duke filluar që nga shkrimet, thaje se ky është një projekt, diçka që është planifikuar tashmë që 3 vite. 3 vite të paktën që është folur për to, po besoj se ideja ka qenë edhe më herët, ndoshta. A ke qenë ndonjëherë fanatik që këto shkrime, këto poezi të cilat i kemi tashmë në duart tona, ti mbaje veç për vete, pra me atë idenë që ti ruash si diçka tënde dhe të mos i ndash me të tjerët. A të ka ardhur kjo ndonjëherë në mendje? Po, do me thënë, lexuesit e librit do ta shohin që shumica e poezive janë shumë personale, do me thënë nuk jam një prej shkrimtarëve të cilët mund të shkruajnë shumë dhe të shkruajnë shpesh. Do me thënë, unë kam filluar të shkruaj qysh në vitin 2011 në shkollë të mesme kur kam qenë akoma, dhe ka qenë një periudhë kur kam të kaluar disa gjendje shpirtërore të vështira dhe ajo që më ka ndihmuar është që këto ndjenja të fuqishme ti vëj në letër. Prandaj në ato nismat të shkrimit nuk e kam paramenduar ndonjëherë që do t'i bëj publike, pasi që trajtoj tema që janë pak të zymta dhe nuk desha që nuk kam dashur lexuesit ti zhys në atë gropën e dëshpërimit. Megjithatë, me kalimin e kohës kam filluar të shkruaj edhe për gjëra të bukura, edhe për gjëra të dhimbshme, dhe ka kulminuar kjo në
fazën e fundit të shkrimit tim për këtë përmbledhje, që është një kombinim i dhimbjes edhe bukurisë, e humbjes edhe dashurisë, vuajtjes, por edhe shpresës, asaj dritës në fund të tunelit, të cilën fatkeqësisht ne kemi përjetuar në moshë shumë të re, megjithatë secili do e kaloj, dhe shpresoj që me këtë libër të gjithë ata që pavarësisht çfarë vështirësie kalojnë në jetë, do të mund të lidhen apo të gjejnë diçka që u tregon se ka shpresë, ka dritë, vetëm duhet të jemi të fortë edhe të vazhdojmë të jetojmë jetën e cila do t'i bënte krenar ata që na kanë dashur dhe ne i deshëm dhe vazhdojmë t'i duam. Përmende nuk do doja që ti marrë dhe ata të tjerët në atë vorbullën e dëshpërimit, në atë gropën e dëshpërimit, por pastaj përmende dhe shpresën të bukurën, përmende disa ndjesi të cilat na rrethojnë çdo ditë. Edhe kur flasim për humbjen e njerëzve të dashur, por edhe në përditshmërinë tonë, janë ndjesi të cilat i kemi pjesë tonë, duam apo nuk duam ne. A mendon se faktikisht ky libër përmbledh ato të cilën ndodh në përditshmëri, ndodh në jetë? Po, ka poezi për gjëra të ndryshme, për ato disiluzione që na ndodhin kur zhgënjehemi prej ndonjë shoqërie apo prej ndonjë partneri apo partnere, janë ndjenjat e dyshimit në aftësitë tona, janë dëshirat për t'u rikthyer në një kohë më të lumtur. Megjithatë ka edhe është një poezi që quhet E kam një gur në gjoks, i cili në fakt e cila tregon për një ndjenjë të vështirësisë shpirtërore, megjithatë në fund të poezisë dhe e kam vërejtur kur e bëra përmbledhjen që zakonisht poezit i përfundoi në një mënyrë më shpresdhënëse, ku gurin e lëmoj dhe ja zbus tehet në mënyrë që ta mbaj në dorë pa më prerë dhe të më bëj më të fortë. Kështu që besoj që ka edhe një porosi të qëndrueshmërisë në këtë poezi. A është ndoshta ky guri metafor për dhimbjen, do të thonë për ta marrur, për ta zbutur, për ta bërë më të lehtë dhe më të përshtatur, më të adaptuar me ne në mënyrën që të mundet të jetojmë me të, sepse nuk mundemi që ta largojmë këtë gur. Nuk mundemi që ta eliminojmë atë të keqen, atë zbrastirën, atë ndjesinë negative të cilën e kemi gjithmonë me vete, sepse humbja e dikujt nuk është asnjëherë diçka e bukur. Por ama që të mësojmë që të mos na rëndojë, ndoshta, aq sa mund të rëndojë një gur. Po, pikërisht, domethënë është pashmangshmëria e vështirësive të jetës. Nuk mund të shmangemi gjërave të cilat do të na ndodhin. Ajo që mund të bëjmë është ne të adaptohemi dhe të përshtatemi në to dhe të gjejmë mënyra se si t'i shikojmë në një këndvështrim tjetër dhe t'i zbusim ato në mënyrë që të mund t'i ndjejmë, por pa lejuar që të na lëndojnë vazhdimisht, sepse fillimisht dhimbja është e pashmangshme. Megjithatë, me kohë mësojmë taktika, strategji të ndryshme me të cilat do të mund t'i tejkalojmë gjërat e më pas ndoshta dhe t'i detyrojmë të kontribuojnë në fuqizimin tonë. Domethënë një gjë që dikur na ka lënduar tani të na jep forcë. Sa e vështirë është kjo për të qenë si e tillë? Tingëllon shumë e lehtë kur e them kështu, por ka... Sepse e tha shumë kështu. Po, shumë kalimthi. Shumë kalimthi, sikur s'është asgjë, është thjesht jeta. Por unë e di se është më e vështirë se aq. Po, domethënë është një proces i cili kërkon vite, kërkon reflektim mbi ndjenja që ndjejmë, na kërkon të ballafaqohemi me realitetin e ri në të cilin ndodhemi, ku persona që i kemi dashur nuk mund t'i prekim, të paktën fizikisht aq lehtë. Megjithatë, janë këto momente, domethënë, kur prej diçkaje të dhimbshme, me kohë, me mund dhe me vullnet i shndrojmë në diçka të bukur, për të na e lehtësuar jetën neve, por edhe për t'i bërë krenar ata që kanë ikur edhe për t'u dhënë një sens humbjeve dhe vështirësive me cilat ballafaqohemi pasi të kenë ikur.
ke kthyer atë dhimbjen, atë gjën të cilën ne folëm deri më tani që nuk është as pak gjë e bukur, në diçka të bukur, në një vepër letrare të cilën ne e kemi tashmë në duar. Kjo vepër letrare, përpara se ta hapim dhe të diskutojmë se çfarë ka brenda dhe të komentojmë dhe disa poezi, të cilat duhet tekstuar se janë të shkruara në gjuhën shqipe dhe angleze, duke filluar që nga kopertina. Është e vërtetë që një libër nuk duhet të gjykohet nga kopertina, por ama ky është një libër që duhet të filloj dhe të gjykohet që nga kopertina. Është një fotografi e veçantë për ty. Është një fotografi që na dëshmon se teknologjia ka bërë mirë që ka përparuar ashtu siç ka përparuar. Na trego pak, çfarë shohim ne këtu? Sepse për ne të cilët nuk e dinin, edhe unë që nuk e dija deri para pak minutash më parë, mendoja se është një fotografi e nënës tuaj që thjesht e ke pasur të gatshme dhe e ke venduar tashmë në libër, por jo, nuk është kështu. Po, do me thënë në albumet e shumta që kemi të familjes, kishte një fotografi të mamit e cila qëndronte në shtëpinë e saj të fëmijërisë, e rrethuar me lulet në kopshtin e shtëpisë, të cilat vetë ajo i kishte mbjell, vetë ajo ishte kujdesur për to, dhe gjithmonë ka qenë një grua e fortë që ka dashur gjëra të bukura, sidomos gjëra të ndjeshme dhe kështu të brishta sikur lulet. Prandaj i motivuar prej fotografisë, e cila fatkesisht ishte me rezolucion jo aq të lartë, u inspirova që me ndihmën e dizajnerit grafik Lirim Hoxha ta ndërtoj këtë fotografi e cila shihet këtu. Do me thënë, është një fotografi e cila është bërë me ndihmën e inteligjencës artificiale, ku është montuar fytyra e nënës sime, ndërsa në prapavi është shtëpia në të cilën është rritur ajo, e cila më nuk ekziston, është rënuar dhe është e rrethuar, do me thënë, për një kopsht lulesh, dhe nëse e vren, inteligjencë artificiale nuk është edhe aq inteligjente, pasi që drurit i mungon trungu. Dhe ky besoj është një gabim gjatë strukturimit të fotografisë, megjithatë ja jep atë ndjenjen e ëndrrës, se në ëndër jo gjithmonë gjërat kanë kuptim. Dhe vetëm e shton atë vezullimin e fotografisë që më pëlqeu shumë. Do të thënë, unë këtë e shoh sikur nëna ime është rikthyer në vendin prej cilit ka ardhur dhe është rrethuar me të gjitha bukuritë dhe antarët e familjes të cilët fatkeqësisht ajo i pat humbur, edhe është duke na pritur neve t'i bashkangjitemi. Gjithsesi, kjo duket sikur dhe ne kur flasim për parajsën, kur flasim për botën e përtejme dhe gjithmonë për njerëzit tonë të dashur, urojmë që të jenë në vende më të mira. Dhe gjithmonë e kemi këtë ide, nuk e di pse, por gjithkush e ka idenë e parajsës të njëjtë. Do të thënë, është një vend me shumë dritë, me shumë lule, me shumë ngjyra. A ka lidhje kjo ndoshta edhe me atë duke menduar dhe duke dëshiruar që edhe mami të jetë pikërisht në një vend të tillë, në një vend që të ndjehet si në shtëpi? Po, do me thënë, mendoj që edhe bazuar në fotografinë të cilën e kam përdorur si inspirim për kopertinën, ajo gjithmonë ka qenë atëruese e gjërave të bukura, ndërsa fotografia e cila është në kopertinë tani, besoj është edhe përshtypja e saj, apo dëshira e saj se si do duke një botë perfekte apo parajsa, dhe mendoj që do t'i pëlqente edhe asaj. Padyshim, sepse me vërtet duket shumë reale mbi të gjitha, dhe duket shumë e bukur dhe me vërtet shpresoj që ashtu siç e ke përshkruar te ti edhe më herët, dhe po ashtu edhe nëpërmjet poezive të këtij libri, është me vërtet një vend që nëna Dare meriton që të jetë. Po ashtu një gjë tjetër shumë e veçantë këtu është edhe titulli, sepse titulli nuk është vetëm emri i saj, por edhe ndërshkrimi i saj. Si ke arritur për këtë? Si erdhi deri tek ideja dhe a ishte e vështirë ndoshta për ta ndarë këtë dhe me të tjerët, sepse unë për vete kam shumë gjëra të babit të cilet dua t'i mbaj vetëm për vete. Nuk dua që t'i ndaj me askënd përveç se me motrën, me mamin, me familjen më të afërt. Ndërsa ti ke vendosur që këtë gjë ta ndash me të gjithë ne dhe shumë mirë ke bërë. Po, do me thënë, për titullin
Ishim duke I rregulluar disa gjëra të saj me motrën time pasi ndërroi jetë dhe gjetëm një fletore në të cilën mami kishte shkruar të gjitha recetat e saj, disa të cilat I ka marrur prej gjeneratave më parë, ndërsa disa tjera të cilat I ka shpikur vetë. Dhe në fillim, në fletën e parë, domethënë kishte shkruar gatuesja Didare Grubi. Edhe më lindi ideja ta fotografoj shkrimin e saj dhe ai të jetë dizajni I titullit, ndërsa për atë se si erdhi deri tek titulli të jetë emri I saj, mami ka qenë arsimtare gjuhës angleze dhe dashurinë që e kam për gjuhën angleze, si një linguist gjithashtu, ka lindur edhe prej saj, kështu që fillova poezit t'i përkthej dhe kur erdhi puna që t'ja vë një titull librit, gjëja më e natyrshme më duk t'ja dedikoja saj dhe ta vëj emrin në fakt nofkën e saj që ishte Dare, I cili në gjuhën angleze ka kuptimin dare apo guxo. Dhe pikërisht është ky guxim I cili më duhej që t'i marr këto gjëra kaq të ndihshme, kaq personale, t'i vë në letër dhe t'ja jap botës. Sepse nuk e di, ndoshta për shkak të vështirësive që kam pasur unë gjatë procesimit të gjithë kësaj situate, të gjithë këtij realiteti të ri, siç e quaj shpesh, kam lexuar dhe vepra tjera për humbjen, edhe më kanë ndihmuar të kuptoj se nuk jam unë I vetmi I cili jam duke të kaluar këtë gjë. Nuk janë vetëm këto ndjenjat e mia të mlefit, të fajit, të padrejtësisë, të cilat po I procesoj unë, por I kanë kaluar të gjithë njerëzit cilët kanë humbur ndonjë prind dhe kanë pasur prirje për shkrim. Dhe vendosa ta bëj gjën e njëjtë për njerëzit të cilët janë adhurues të fjalës së shkruar, me shpresën që ndoshta do t'ju ndihmoj sadopak të gjejnë një ngushëllim në atë që nuk janë vetëm. A është ky dhe një mision ndoshta për t'i bërë dhe ata të cilët I kanë ende të dinë t'i vlerësojnë, t'i duan, t'i përqafojnë, t'i shëndrojnë afër derisa I kanë dhe ta shfrytëzojnë në maksimum kohën, sepse kanë diçka të cilët jo çdo kush ka fatin për ta pasur dhe për ta shijuar. Po, shpresoj, domethënë jam shumë I vetëdijshëm që ne kemi pasur fatin e mirë të kemi prind tepër të mirë, të cilët na kanë lënë me kujtime kaq të bukura, dhe të cilët mund t'i kujtojmë me gëzim edhe me gaze, jo vetëm me lot në sy. Është një porosi edhe për ata që kanë lidhje të bukura me prindërit, por që ndoshta I anashkalojnë për shkak të problemeve apo të situatave të ndryshme në të cilat ndodhen në jetë dhe mendojnë që prindrit do të jenë gjithmonë aty, sepse nuk lindim me atë idenë që prindrit do të zhduken ndonjëherë. I kemi sikur një pikë gravitacionale rreth së cilëve rrotullohemi vazhdimisht dhe tërë kjo hudhet pezull kur ndodh e pashmangshmja. Dhe ndoshta, ky libër do të shërbejë si për kujtim që të lexosh një poezi, ta mbyllësh librin, të ngrihesh dhe të shkosh ta përqafosh nënën apo babain dhe ta shprehësh dashurinë, mos ta mbash në vete apo mos ta lësh për një ditë tjetër se nuk të premtohet. Ne shpesh bëjmë këtë gabimin se nuk kam kohë, jam shumë I zënë, kam punë, kam mësimet, kam shkollën, kam këtë, kam atë. Por faktikisht harrojmë që ndonjëherë nuk kemi kohë për gjëra të cilat me të vërtet kanë vlerë dhe për gjëra të cilat me të vërtet nuk mund t'i lëmë për më vonë. Kështu që shpresoj që të jenë të vetëdijshëm të gjithë ata të cilët kanë ende kohë dhe jo vetëm për ata të cilët të gjejnë ngushëllim, por edhe për ata që ta shfrytëzojnë dhe të jetë si një thirrje, siç edhe e tham. Unë do doja që të lexoj disa poezi nga këtu. Do thjesht do e hap dhe të shoh se çfarë do më çelloj. Unë do të kisha për një sugjerim ty. Hajde më thuaj. Të lexosh poezinë Më ndjej. A e di gjë në çfarë faqe është? Mund të shohësh edhe në fillim e ke faqen e përmbajtjeve, por është një poezi të cilën e kam shkruar në atë fazën e mlefit, të asaj se akoma nuk e kam gjetur, se kam poezit për mamin më shumë lidhen njëra me tjetrën. Njëra është Nuk më the ku të gjej.
Ndërsa kjo poezi është sikur vazhdim i asaj poezijet më pashme, me nervozën dhe me zhgënjimin dhe me mlefin që ndjeja që akoma nuk arrita ta gjej mamin. Dhe në fund, në fakt, do e lexosh poezin, por përfundon në një pikë shumë të bukur, duke treguar që nuk ka ikur, është akoma këtu. Unë, po ku më gjenë mua të shkretën, që jam e dobët dhe nga zemra, unë do me thënë jam shumë sentimentale kur vjen puna për kështu gjëra, po do marr guximin dhe për mua dhe për gjithë ata të cilët e ndjejnë, do doja që ta lexoj pikërisht këtë poezi më ndjej. Tash 3 vjet po futem në gojën e vdekjes, të bredh me zdamve të saj të mermert, pa mundal çdo ditë pranë mauzoleumit tant, si fëmiu në përrallën e rozafës së murosur. Dijet e përvjetorit nashta tham faqet, po me e zbeh dhimbjen s'kan boll dritë. Pesha e zis, po më shumë, po nuk më prish punë, se ndashta më sjell më afër teje. Po zemra po rreh e po më zbulon. E vëndoj dorën mbi gjoks me e ndal pak, nashta krejt. Pusho i them, e nëm, pusho e lëm ta shoh, si për inat, ajo rreh edhe më fort. Hishtja pëlsit si granat qelqi, me të dhe shpresa me qëm prap me ty. E unë qaj flak, shkull flok, e qjerë qiej, që u bën ka shkoh e hala së të gjej. E tash zemra troket but mbi bri, prej mrena për shpërit me një za që e njoh shumë mirë, e që duket si kur thot, më ndjej, më ndjej, më ndjej. Është në të vërtet një ndjesi e përshkruar në poezi. Nuk kam ndonjë koment tjetër, ashtu siç besoj që janë edhe shumë të tjera, që me të vërtet janë të shpeshta momentet kur ne duam me dëshirë, me vetdije, të plot që të jemi pranë tyre me çfarëdo lloj mënyre që mund të na mundsoj këtë gjë, dhe sikur të mos ekzistojmë më këtu, sepse ajo është ajo që ne e duam dhe ajo që ne kemi nevojë për momentin. Por ama duhet t'ja kujtojmë vetes dhe të gjithë atyre të cilët mund të jenë duke kaluar një fazë të tillë, qoftë mund ta kenë më të friskët apo dhe ndoshta mund të kenë kaluar disa vite, sepse ne e dim që thjesht e marrim këgurin dhe e lëmojmë, nuk është që e hedhim dhe nuk do mund ta hedhim asnjëherë prej vetes. Duhet që të mos vdesim për ta, por të jetojmë për ta. Pikërisht, do të thënë nuk kam mundur unë ta them më bukur se sa që e the ti. Do të thënë është ajo, ata flasin përmes zemrës sonë. Do të thënë janë arsyeja sepse ne jemi këtu, ndërsa nëse dëgjojmë, nëse heshtim botën e jashtme dhe dëgjojmë brenda vetes, do e ndëgjojmë zërin e tyre që na flet me ritmin e zemrës sonë, do thotë më ndjej, më ndjej, më ndjej, musi të rrahurat e zemrës. A e ke ende edhe dita sot si një udhërrëfyese në vendimet që merr? Po. Në një mënyrë në një tjetër me merr mendja. Tjetër që po, domethënë është gjithmonë me mua, është gjithmonë me mua në vendimet të cilat marr dhe vendimet të cilat përputhen me vlerat të cilat i ka vlerësuar ajo, të cilat i ka respektuar ajo. Gjithashtu edhe kam parasysh që dëshira e saj ka qenë që njerëzit që i do, sidomos fëmijët e saj, të jenë të lumtur. Prandaj edhe lumturinë time nuk është se luftoj vetë më për të, por luftoj edhe që djali i saj të jetë i lumtur, dhe vajza e saj të jetë i lumtur, dhe nipi i saj të jetë i lumtur tani që është bërë një pjesë e familjes sonë. Po, do me thënë është gjithmonë në çdo fjalë që shkruaj, në çdo frymë që e marr, ajo është me mua.
Dhe kështu do t'jetë gjithmonë. Faleminderit që ke ndarë këtë pjesë nëpërmjet librit tënd dhe nëpërmjet kësaj bisede kaq të ndjerë do e quaja unë, sepse e përmend aq shpesh, por me të vërtet është e tillë. Dhe besoj se për gjithë ata të cilët duan që ta lexojnë do mund të të kontaktojnë ty dhe do mund që ta kenë këtë libër në duar dhe jam e sigurt se Dare është e lumtur dhe krenare për fëmijët dhe njerëzit që kalon pas atje në kopshtet më të bukura të parajsës ku është dhe ku jam e bindur që është me siguri. Fatos, të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit tonë sot. Faleminderit shumë Argjira, deri në shikimet e ardhshme. Ishte kënaqësi.